Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salatat e selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wasalam. Jemi tek hadithi 30, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuhet në këtë hadith dhe nuk themi ka thënë, dhe ju tregoj pse. Thuhet se ka thënë: Inna Allah farada al-faraid fala tudayyi'uha. Allahu ka përcaktuar obligimet, mos i humbni ato. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dhe ka përcaktuar kufi, mos i tejkaloni. Wa harrama ashya'an fala tantahikuha. Dhe ka ndaluar disa gjëra, mos shkelni në ato ndalesa. Dhe ka heshtur ndaj disa gjërave rahmet për juve, mëshirë ndaj jush, jo që ka haruar, dhe mos i kërkoni ato gjëra. Këtë hadith e transmeton Imam Darqutniu. Dhe tham që thuhet që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse në zinxhirin e këtij hadithi është një dobësi, dhe kështu që ky hadith nuk ngritet sipas shumicës së dietarëve në gradën e shkallën e haditheve të sakta. Dhe çdo hadith që nuk ngritet në gradën e hadithit sahih, hadithit të vërtet të sakt apo hasan, nuk themi që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por thuhet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka mundësi të jetë zinxhiri i sakt, por zakonisht nuk është i sakt. Sepse dikush në zinxhirin e këtij hadithi është që ka harruar, ka fillu të paraqitet demenca tek ai. Dhe nëse në zinxhirin e hadithit të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dikush që ka filluar në pleqëri me harru, demenca, harron, dhe nëse nuk e dim se cilën kohë ka thënë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë hadithi automatikisht bjerë në gradën e haditheve të pasakta, hadithit daif. Pra, nëse në zinxhirin e hadithit është dikush që ka harruar, hadithi bëhet i pasakt. Nëse nuk dim se në cilën kohë ka thënë këtë hadith, a në kohën kur në memorien e tij ka qenë i fuqishëm dhe i fortë dhe nuk ka harruar, apo në atë periudhë që ka fillu me harru. Andaj, nëse dikush transmeton ndonjë hadith e që ka filluar me harru, ky hadith mirët tash me rezerva dhe bjerë nga grada haditheve të sakta. Andaj, themi thuhet që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përpos nëse vjen ndonjë hadith tjetër që e përforcon këtë hadith, kemi të bëjmë pra me një zinxhir tjetër, që nuk është ky person, por është një person tjetër, edhe thot njëjtën fjali, njëjtën hadith e transmeton, sikur se ky, atëherë ky hadith ngritet në gradën e haditheve të sakta dhe themi ky hadith është i sakt për shkak zinxhiri tjetër. Është i sakt për shkak tjetrit. Jo se ky zinxhir për shkak këtij filani që është i dobët. Ose kemi hadithe tjera që një person nuk përmendet, na mungon një transmetues. Pra ky transmetues e dim që me transmetuesin e mëhershëm nuk është takuar asnjëherë. Nuk është përmendur që në biografinë e tij, sepse çdo transmetues të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biografitë e atyre njerëzve të kush ka mësuar dhe kë i ka nxënën si duhet të përmenden. Nëse është i panjohur, nuk pranohet hadithi. Është një filan, por është i panjohur, nuk e dim kush është ky njeri, nuk pranohet hadithi si hadithi sakt.
si hadith i dobët. Dhe kemi raste tjera kur që nuk është tema tash që të flasim për terminologjinë dhe lëmin e hadithit, por vetëm shkurt të isha t'ju tregoj lidhje me këtë hadith, pse tham ne që hadithi thuhet, për shkak se është zinxhiri i këtij hadithit është i dobët, por ka mundësi zinxhiri të jetë i dobët, por teksti të jetë i saktë, sigurisht që është ky hadith. Dhe jo në ka sjell këtu sepse teksti i këtij hadithit është i saktë. Kemi shumë hadithe tjera që na kanë caktuar këto gjëra, shumë hadithe tjera të ngjashme që i shpjegojnë njëjtë, domethënë këto që janë të përmendura në këtë hadith. Andaj e shpjegojmë dhe punojmë me këtë hadith sepse teksti i këtij hadithi është i saktë. Këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra thuhet që ka thënë që më e saktë është edhe fjalia e sahabëve, shumë sahabi kanë thënë këtë. Ajo është e sigurt, dhe zinxhiri është i saktë që sahabit, shumë prej sahabive i kanë thënë pra këtë fjali, pra këtë hadith. E që sahabiu nëse nuk thot ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet si hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por si hadith, si fjalë e sahabiut. Dhe themi që ky hadith është mauquf, i thënë mauquf, domethënë i ndalur. Hadith i ndalur tek kush? Tek sahabiu. Në këtë hadith është përmendur që Allahu ka caktuar farze, obligime. Dhe mos i humli ato. Se ajeti Allahut azza wa jall ku namazi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, namazi ju është përcaktuar besimtarëve në kohë të caktuar. Pra obligim në kohë të caktuar. E që nën kupton që ky obligim duhet të kryhet në kohën e saktë. Në kohën e saktë që ka caktuar Allahu, njëjtë edhe sikur se Ramazani, njëjtë edhe sikur se Haxhi, janë muajt e Haxhit, pra muajt e caktuar, dita e Arafatit është ditë e caktuar, e kështu me radhë. Dhe veprimet të Haxhit janë po ashtu të caktuara, dhe fillimi dhe mbarimi i Ramazanit dhe fillimi i mbarimi i syfyrit dhe agjerimit ditor, pra me perëndimin e diellit, dijet janë të caktuara që ka caktuar Allahu azza wa jall këto farze dhe mos i humbni këto sepse janë obligime të caktuara prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe njëjtë Allahu azza wa jall ka caktuar kufi. Dhe mos i të i kalon ato. Këtë hadith në vërteton hadithi tjetër i saktë që i kemë marrë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo bari i ka kufit e tij. Dhe Allahu azza wa jall ka kufi. Andaj mos i shkelni ato sikurse një bari i cili kullot delet afër kufirit të dikujt tjetër, afër livadit të dikujt tjetër. Nësi afrohet livadit dikujt tjetër, kanë me hy ato dele dhe kanë me ngrën nga livadit dikujt tjetër. Kanë me ngrën haram, të zbinë, deshti, kur të afrohet afër megjeve të dikujt tjetër. Andaj, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër pa, na përmend që të largohemi prej harameve të Allahut azza wa jall. Këto kufi i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kufit janë sikur rregullat që kanë të bëjnë me martesën, rregullat që kanë të bëjnë me shkrurizimin, rregullat që kanë të bëjnë me gjërat e fikut, që kanë të bëjnë me abdes, ose me rregullat tjera, me gusël, apo me rregulla do të them pasërtia kur pastrohen dhe kur nuk lejohet të falen gratë kështu të radhë, këto janë kufi që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj, pra mos i te i kaloni ato kufi.
Dhe po ashtu, në vazhdim, thuhet në hadith që ka caktuar Allahu Azza wa Jall ndalesa. Kemi ndalesa. Dhe ato ndalesa mos i shkelni. Shkelja e ndalesave është kur njeriu e vepron një haram. E ndalesat janë, haramet janë, çdo gjë që ka ndaluar Allahu Azza wa Jall apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të prerë. Mos apo jo, me këto fjalë të prera, mos pini alkohol. Lëreni këtë punë. Ka ardhur pra në formë urdhërore, në formë të ndalesave të prera nga Allahu apo nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo nën kupton se është haram. Tjetra, dhe në qoftë se në këto veprime ka ardhur një kërcënim me ndëshkim të zjarrit të xhehenemit, apo me hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala, atëra nën kuptohet që ky veprim është haram prej harameve të mëdha. Përndryshe, ndalesat që kanë ardhur në formën jo të prerë, po që kanë ardhur të urrejtura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mirën si harame të mëdha, sepse nuk ka ndalesë të prerë nga Allahu apo nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po të shpje themi harame të vogla, apo mund të jenë domethënë edhe mekruhe, gjëra të urrejtura. Për këtyre ndalesave janë sikur se ndalesat që kanë të bëjnë me mashtrime, me vjedhje, me ngrënien e mallit të jetimit, alkoholi, kamata e gjëra tjera. Në vazhdim, dhe Allahu ka hesht nga disa gjëra. Mëshirë për juve. Jo që i ka haruar, se Allahu nuk haron, dhe ju mos i kërkoni ato. Ka ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që përkrah pra këtë tekst që tham, teksti është i sakt, ku përmendet hadithin që transmeton Imam Buhariu, se kriminali më i madh, apo dëmbërësi, apo zullumqari më i madh prej muslimanëve është ai njeri që pyet për disa gjëra që Allahu nuk i ka ndaluar. E ky insiston dhe pyet, dhe shkaku këtij janë ndaluar ato gjëra. Më dhe ti ngarkohe besimtarët, se pyetje për çështje që nuk duhet me pyet. Kanë ardhur disa njerëz të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjatë kryerjes së haxhit. Ja Resulallah, t'ja bëjmë kështu? Ka thënë bëni. Ja Resulallah, t'ja bëjmë kështu? Po bëni. Ja Resulallah, t'ja bëjmë atë? Po bëni. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: në atë që janë urdhëru, ato zbatoni. Dhe për çështje tjera mos pyetni. Domethënë, çka janë të urdhëruar, unë ju tham, ju tregoj. Kryej ato, mos pyet për tjerat. Se për nëse ka nevojë, do të flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pra fiku i dinit ton. Gjëra që nuk ka ndodhur janë të urrejtura të fliten për ato çështje. Transmetohet prej disa sahabive që kanë ardhur një grup të njerëzve, dhe kanë ndodhur me disa sahabi, jo vetëm me njërin, kanë ardhur disa për njerëzve, për tabiinëve, edhe hajde ta pyesin filan sahabiun, nëse ndodh kështu dhe ashtu, si t'ja bëjmë? Dhe ka ndodhur ajo çështje? Jo, s'ka ndodhur. Kur ndodh atëherë janë i pyetëmi. Sepse mos të ngarkohemi me gjëra që ndoshta nuk do ndodhin. Andaj, pse ne të mundohemi të nxjerrim tashti mësime dhe gjëra dhe ligje dhe gjykime për një çështje ndoshta që nuk do të ndodh fare.
Sepse me folë për fenë Allahut subhanahu wa taala është e përgjegjësi. Andaj është e urrejtur që të futemi në fenë Allahut subhanahu wa taala dhe të nxjerrim kinse gjëra, domethënë në iluzionet tona, nëse ndodhin, a është halal apo është haram. Kjo është e urrejtur prej selefëve. Edhe për atë arsye është përmendur këtu në këtë hadith që mos i kërkoni ato gjëra. Mos hulumtoni për ato gjëra për cilat ka hesht Allahu apo ka hesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë i dërguari Muhammed alayhi salatu wasalam, halaka al-mutanatti'un. 3 herë ka thënë halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, janë shkatruar njerëzit të cilët janë futur në gjërat të panevojshme. Janë shkatruar ata të cilët janë futur në gjërat të panevojshme. 3 herë ka thënë pejgamberi sa. Ku nuk është nevoja pse më pyet. Shpesh ka ardhur prej dietarëve për transmetime dhe raste të ndryshme dhe ata kanë urrejt. Transmetohet nga Imam Ahmedi që është pyet veshjen e rrobave që vinë me ngjyra të ngjyrosura të qafirave e cilët nuk janë la. A qafiri ka vesh, për shembull na ka dhuru neve, apo i kemi ble, e tashti ato rroba nuk janë të lara. A mi i vesh, a na lejohet mi vesh apo jo? Ka urrejt Imam Ahmedi këtë pyetje. Ka thënë kjo çështje është që në vazhdimsi kështu të kanë vepruar njerëzit dhe askush para nesh nuk i kanë ndaluar. Domethënë nuk është një çështje e re që ka ndodhur te na, pas ka ndodhur te gjeneratat e mëhershme. Përderisa kanë shkuar, kanë heshur ata dietar dhe i kanë ditë këto gjëra dhe nuk kanë pyetur, andaj vesh dhe mos pyet. Domethënë ka pyetur për një çështje a lejohet apo nuk lejohet përderisa s'ka diçka në Kur'an që ta ndalon apo në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë fol dietarët pse po pyet për çështje. Pra, jo për çdo gjë që na kujtohet neve pyetje absurde apo pyetje që siç thonë pyetje banale të pyesim. Por pyetje që kanë dobi. Pyetje që të bëjnë dobi ty. Për pyetjeve të urrejtura që kanë urrejtur dietarët, për shembull me pyet për pemën që është ndaluar të hajë Ademi alayhis salam, cila pemë ka qenë? A ishte molla apo ishte diçka tjetër? Nuk është me rëndësi se cila pemë ishte. Me rëndësi është ngjarja që ka ndodhur, ta dim. Po të ishte rëndësishme pema se cila pemë, kishte përmend Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përderisa nuk kanë përmend ti pse po don atë mu angazhu me çështje dhe më ngarku në njëjtën kohë me të cilat ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Kjo është pra o vëllezër të dashur feja jon, parasysh është fe e lehtë. Fe e lehtë kujt ja ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala. Njeriu sa më shumë që ta kupton fenë e Allahut azza wa jall, është më qartë është feja për të dhe aq e lehtë është feja për të. Pra, sa më shumë fik të ketë, aq më e lehtë është feja dhe zbatimi i fesë. Prej gjërave të urrejtura, pyetja për shembull, qeni që ka qenë me ashabul kef që ka pas emrin. Adin, çfarë emri ka pas? Po, çfarë emri ka pas nuk është me rëndësi, adin. Apo çfarë ngjyre ka qenë? A ka qenë i bardh apo i kuq apo i verdh apo adin? Nuk ka të bëjë domethënë me këto gjëra që dikush nga naiviteti kanë bërë pyetje dhe janë mundu kinse adin me rrit, kinse me kërku, kinse adin domethënë i kemi zbulu këtë çështje e që Allahu azza wa jalla nuk ka përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose një pyetje tjetër adin banale, si quhet, një dietar është pyet, si quhet gruaja e iblisit? Nusja e iblisit si quhet?
Ka thënë, Allah s'ka marrë pjesë në atë darsën. S'kam qenë i ftuar. Më thënë pyetje banale. Kalojmë tek hadithi 31. Hadithi 31 transmeton nga Sahl ibn Sa'd, ku thuhet përsëri. A kuptot pse themi thuhet? Është një sigur se hadithi që e shpjeguam. Thuhet që një njeri ka ardhur te pejgamberi selam dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, më trego për një vepër që nëse veproj më dojnë njerëzit dhe më don Allahu dhe më dojnë njerëzit." Se zakonisht njerëzit janë të preokupuar me gjëra që po të më kanë i dashëm edhe te Allahu edhe tek njerëzit. Dhe thuhet që pejgamberi sa më ka thënë: "Bënu zahid asket në dynja të donë Allahu. Dhe bëhu asket, largohen nga ajo që është në duart e njerëzve të donë njerëzit." Pra, çka janë këto? Më bë asket tek Allahu, do më thënë, do t'i përmenim tash se si bëhet njëri asket tek Allahu Azza wa Jall. Pra mu largu me një fjali, mu largu prej dynjas, me largu dynjan prej zemrës. Të donë Allahu Azza wa Jall, se i lidhur me Allahun. Dhe mu largu nga jo çka është në duart e njerëzve, do më thonë, mos ju bë konkurrencë në pasuri. Se njerëzit zakonisht ngajnë pas pasurisë. E largohu nga jo konkurrencë e tyre. Mos i bë konkurrencë në pasuri, kanë me të deshtë njerëzit. Njëtë është edhe ky hadith, sikur se hadithet e mëhershme, që zinxhiri i këtij hadithit nuk është i saktë, kurse teksti është i saktë sepse bazohet në ajete edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sakta. Dihet që shumë sahabi kanë ardhur te pejgamberi sallallahu dhe kanë kërkuar me ditë se për veprimet, drejt për drejt, pyetjet i kanë pasur sahabët kur ti shikojmë sahabët çfarë pyetje kanë pas pyetje të qarta dhe të thjeshta. Sepse ata kanë kuptuar fenë e Allahut azza wa jalla, ata kanë pasur fik ndaj fesë e Allahut subhanahu wa taala, andaj edhe i kanë pasur pyetjet e sakta dhe nuk kanë pasur pyetje banale. Dhe sikur ky, edhe sikur shumë sahabit, kanë kërkuar prej pejgamberit alayhis salam punë konkrete. Çka të veprojmë? Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda." Ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira, do t'ju bëjë Allahu azza wa jalla atyre dashuri. Dashuri si, pra do t'ju bëjë atyre dashuri. Dashuri që ata do t'i donë Allahu azza wa jalla ata njerëz, do t'i donë melekët, do t'i donë besimtarët, sepse janë të afërmit e Allahut azza wa jall. Ata do të kenë nur në fytyrën e tyre, dhe zemra do të ndriçon atyre me iman. Dhe me një hadith tjetër ka ardhur te pejgamberi selam, ku Allahu azza wa jall kur e don një rob e thret Xhibrilin: "O Xhibril, unë po e du filanin, duaje edhe ti." E don Xhibrili atë njeri dhe i thret banorët e qiellit: "O ju banorët e qiellit, Allahu po e don filanin, duajeni edhe ju." E don edhe banorët e qiellit dhe më pas i shtrohet prania në tokë. I shtrohet prania në tokë, do të thotë që ai kur flet pranohen fjalët e tij. Ai kur lutet tek Allahu azza wa jall, lutjet e tij do t'i ketë të pranuar dhe veprat do t'i ketë të pranuara. Ajo që është me rëndësi në këtë hadith, vëllezër të dashur, është që ta kuptojmë definicionin e zuhdit, asketizmit. Çka është me qenë njeriu asket? Çka është, si e nënkuptojmë këtë fjalë që njeriu me qenë larg dynjas? Do t'i përmendim termat dhe definicionet që i kanë përmend dietarët.
Asketizmi i lavdëruar që donë Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e para që njeriu me lën atë që është më shumë se sa nevoja nga halalat. Më u largu nga ajo që është më shumë se sa nevoja, prej halal dhe prej gjërave të lejuara. Shembull, të mjafton tyje një palë apo 2 palë këpuc apo 3 palë këpuc verës edhe dimrit edhe nuk diçka edhe për punës. Edhe tash të më thënë mu largu për gjërave që nuk kam më nevojë. Jo veç ti marr, hajtë se s'kam nevojë për ta marrë edhe një parë, ti marrë edhe një parë. Jemi të folë për gjëra të më thënë të lejuara, jemi duke folë për gjëra të asketizmi, një nivel më i lartë se sa të leshohemi pas dynjas. Më thonë, mi largu halalet, mu largu prej halaleve që ke mjaft, nuk ke nevojë më shumë. E dyta, me lën atë që është më shumë se sa atyre gjërat e domosdoshme. Na folëm më herët për gjërat të nevojshme. Ta është domosdoshme. Më thëmë më largu prej gjërave, prej halalit të domosdoshëm, ma shumë se domosdoshme çka është, s'ke nevojë. E kemi pas prej sahabive Abu Dharrin radhiyallahu anhu, i cili ka qenë asket do më thënë që asket i tepruar dhe modest. E treta, Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë, asketizmi është që me i lën ato veprime që nuk të bëjnë dobi në ahiret. Pa nuk ke shpërblim në ahiret. Mos i bën ato gjëra. Nuk ke dobi për ahiret. E katërta, me qenë ajo çka është tek Allahu për tyje më e dashur se sa ajo çka është në dorën tënde. Pra shpërblimi dhe kënaqësia Allahut azza për ty me qenë më e dashur se sa çdo gjë e dynjas në dorën tënde. Kjo është më rëndësi o vëllezër të dashur. Që dynjan që e ke me pas në dorë, jo në zemër. E pesta, mos të gëzohet asketizëm është që mos të gëzohet me të mirat e dynjas shka i vinë. Dhe mos të mërzitet nga ato çka ikin, prej mirësive çka ikin. Në më thonë, dynjat nëse të ka ardhur një e mirë, një makinë e mirë, e shtrejtë e senë, mos mu gëzohet atë nga, kësë është e dynjas. Dhe nëse ke humbë diçka prej dynjas, mos mu mërzit. Dhe me qenë kjo, një farë balanci në zemrën e njeriut. Dhe e gjashta disa prej dietarëve kanë thënë që asketizëm është që nëse më lavdon dikush apo më kritikon me qenë njëjtë tek unë. Si lavdata, si kritika e njëjtë. Dhe kjo është asketizëm. Disa tjerë kanë thënë e shtata asketizmi është që nëse e shoh dikë, të them ky është më i mirë se sa unë. Mos them unë që unë jam më i mirë se ky. Unë jam më i mirë se ky në iman dhe në dynja apo në ashtot, jo. Çdo herë më thënë ky është më i mirë se sa unë. Kjo është asketizëm. Dhe e teta, Sufjan Thauri ka thënë, asketizëm është me i pas shpresat e shkurta. Shpresat e shkurta, si në dynja, si në çështje të tjera, dhe më thënë që mu përgatit njeriu vazhdimisht për ahiret. Dhe kurse wara'i, e kemi edhe një term tjetër që kemi shpjeguar një herë, asketizmi dhe wara'i. Wara'i është diçka tjetër. Ka thënë, po çka është dallimi mes asketizmit dhe wara'it? Ka thënë wara'i, edhe kjo është një shkallë devotshmërisë, tash nuk kemi duke folë domethënë për domethënë çështjet halal dhe haram, por jemi duke folë për çështjet domethënë që kanë të bëjnë me një shkallë më të lartë të devotshmërisë. Edhe dikush i themi dietar, për shembull, thonë filani ka qenë zahid,
dhe filani ka qenë wara i kanë thonë atë, është një shkallë tjetër e devotshmërisë. Ka thënë wara i është me lënë gjërat e dyshimta. S'pe di se a është a lejohet apo nuk lejohet, a është me kru apo është halal, ma mirë po e lë. Dhe dikush tjetër ka thënë wara i është ajo që ka frigohesh që do të dëmtoj në ahiret. Atëherë, shiko se qëfar dallimi ka bërë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ka thonë, zuhdi, asketizmi është ajo që nuk të bën dobi në ahiret. Kurse wara'i është mu largun nga jo që ke frikë që mos të dëmtoj në ahiret. A dhe ka thonë djetar që asketizmi, zuhdi, është një shkallë më e lartë se sa wara'i. Sepse ky e lën edhe halalin, gjërat të lejuara, sepse nuk më bëjnë dobi në xhennet. A dhe nuk më bëjnë dobi. Kurse wara'i është me i lënë gjëra që ndoshta mos po dëmtohem në ahiret. E kjo është domethënë që kjo do kërku në xhennet shpërblim edhe më të lartë, se ky tjetri, domethënë kam frikë që ma mirë për e lë që mos të dëmtohem diçka në ahiret. Andaj ka thonë, kjo është dallimi pra mes zuhdit, asketizmit edhe wara'it, pra shkallës së lartë të devotshmërisë. Po ashtu vëllezër, këtu e kemi një çështje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kjo dynja po të kishte pasur ndonjë vlerë tek Allahu Azza wa Jall, sa krahu i mushkonjës, Allahu Azza wa Jall kafirit pabesimtarët nuk i kishte dhënë as ujë me pi. Po derisa kjo dynja nuk ka që vlerë tek Allahu Azza wa Jall, andaj jep edhe atij i cili kundërshton Allahun, edhe ai i cili nuk i beson Allahut, edhe ai i cili e shan Allahun, edhe aty në jep se hajse, s'ka rëndësi atin kjo. Nuk ka ndonjë vlerë, për atë arsye jep gjithve. Ajo që ka vlerë, xhenetin, dhe që ka në xhenet, jep vetëm se besimtarëve. Allah në bëj banor të xhenetit. Kjo, o vëllezër të dashur, kuptojmë nga kjo që nuk është çështja prej zuhdit që njeriu me urrejt dynjan. Por çështja është që njeriu mos mu lidh me dynjan. Pra mirësitë e dynjas me i pas në dorë e jo në zemër. Ku e ka në dorë, ai edhe jep sadaka dhe jep zakat edhe nuk ka kooperaci. Kurse nëse i futet në zemër, atëherë është problem, sepse atëherë ka kooperaci dhe atëherë nguron me bë sadak, me dhënë sadak dhe me dhënë zakat edhe me bërë vepra të mira. Yahya ibn Muadh ka thënë, e dua dynjan për shkak se Allahu Azza wa Jall më mundson të ushqehem në këtë dynja dhe përmes ushqimit, përmes këtyre mirësive ta fitoj kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall dhe ta fitoj xhennetin. Prandaj, je në dynja, ta mundson Allahu Azza wa Jall, e ki mundësinë e artë ta fitosh xhennetin Allahut subhanahu wa taala me të mirat çka do të shfrytëzosh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ku bëhet zuhdi asketizmi në dynja? Në çfarë aspekte? Asketizmi në dynja nuk është vetëm çështjen e pasurisë, çështjen e monedhave. Asketizmi në dynja ka të bëj edhe me ndonjë pozitë, edhe me ndonjë punë të veçantë, që zakonisht njerëzit tentojnë me pas domethënë ndonjë punë të veçantë apo ndonjë pozitë të lartë. Andaj ka thonë, asketizmi dallon prej llojit me cilën është ai njeri i preokupuar.
Dikush është ndoshta nuk ka pasuri, por ka pozit. Dikush ndoshta ka një punë të lartë që kërkojnë zakonisht njerëzit. Ai duhet që me qenë asket në punën çka e bën. Duhet me qenë asket në pozitën çka e ka. Mos mu lidh për karike edhe për pozit, edhe me shkel urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Por me pozitën që është e dhënë, duhet me pas për qëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, djetarë kanë thënë asketizmi i fakihut është ndryshen nga asketizmi i kryetarit apo i mbretit, apo asketizmi i atij i cili posedon pasuri. Ka ardhur me një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku pejgamberi sa ka thënë, sa e mirë është ajo pasuri halal, pasuri e mirë tek njeriu i mirë, i cili me pasurinë e tij bën vepra të mira tek njerëzit e afërm që i ka dhe bën bamirësi edhe më larg. Pra i ndihmon të afërmive edhe bën punë të mira më larg. Andaj pejgamberi sa e ka lavdëruar këtë njeri i cili ka pasuri halal dhe është njeri i mirë. Dhe po ashtu e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që asketi më i madh ka qenë pejgamberi alayhi wasallam, por megjithatë, domethënë nuk i ka shkelur urdhnat e Allahut azza wa jall, apo më i te i kalu kufit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sa ka thënë, mua më janë dashuruar nga dynjaja e juaj të 3 gjëra: gratë, parfymi, edhe bebza e syrit tim është tek namazi. A shifni? Në më thënë, martesa me gra, parfymi edhe namazi. Këti ka dhesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga kjo dynja. Andaj është e urrejtur ajo pasuri dhe ajo dynja që largon ajo pozit që largon njeriu nga urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Apo ajo pasuri dhe ajo pozit dhe ajo punë që fut njeriu me shkel ndonjë ndalesë të Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jalla të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na falë mëkatet, të na mësojë ditëri të dobishme. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.